Mëngjes. Një tjetër ditë e bukur me diell. Ne po lëm në Masai Marën dhe ne do të ikim për një tjetër aventurë në një tjetër vend. Destinacioni i radhës është Lakuru National Park ose Lakuru Lake, ku do të qëndroj për 2 nesë dhe ku do të vazhdoj kjo aventura jonë me safari, do të shohim për herë disa lloje të tjera kafshë, që sidomos aty ka shumë shpend, ka flamingo që thuhet është një ndër bandet e bukura kur ishin e mbushur me flamingo, e tjerë zogjtë grau. Kështu që me si po presim është pak rruga e gjatë sërish, do të udhtojmë diku 5 orë nga Masai Mara për atje. Hello! Edhe kjo, për të tjerët, do të mbajmë të abrituar si gjithmonë. Për cilat kemi vuajtur më shumë këtu, ka qenë kafja me thënë të drejtën, nuk e di nëse kam thënë në videot e tjera. Këtu kanë atë kafe filter për tek hoteli ku ne ishim, po ishte mos të pilot të fare. Dhe tani që jemi rrugës, më në fund gjetëm këtë kafe, ndaluam sërish të shkafja që ndaluam edhe kur ne hypëm, kur erdhëm për në Masai Mara, kur shkuam për Masai Mara dhe bën gjëra vërtet shumë të mira, vetëm kafe shumë të mirë, por edhe ka brioche shumë të mirë. Është më afër Nairobit normalisht dhe afër Nairobit gjërat janë shumë ndryshe. Ka shumë lokale, Nairobi brenda pastaj ka dhe Gadachera, por nuk e di nëse do kemi mundësinë pak të një gjysmë dite, ditën e fundit vizitojmë të gjitha këto. Në momentin jemi akoma tek pjesa e natyrës, edhe gjërave bazike, megjithatë të gjitha gjërat shumë pastra. Dhe kjo më ka bërë goxha përshtypje. Edhe në tualetet shumë që dalojmë rrugës, edhe pse janë shumë lokale baraka, po të ndërtoni sa, po funde shumë vogla, tualetet janë gjithmonë aku të pastra. Rruga jonë vazhdon, kemi edhe një rrugë për të mbërritur në destinacion. Ajo që do të thoja është që guida që kemi, që është në ditën kohë shofer, por në ditën kohë edhe guid, është fantastik. Në ka kënaqur me informacion. Çdo gjë, jo vetëm gjatë periudhës kohës që ishim dietë ka bërë safari që na jep çdo informacion të mundshëm për kafshët, për edhe sogjet rrugës, për çdo pyetje që kemi, kuriozitet lidhje me Kenya, jetën këtu e çdo gjë i paparë, fantastik. Një super organizim i gjithë timi pak deri tani nga Globus edhe nga agjencia që është këtu. Normalisht Globus Trend është lidhur me agjencinë që është në Kenya, por kanë qenë shumë detajist edhe të kujdesshëm në çdo gjë. Vërtet shumë e kënaqur dhe e surprizuar sepse çdo gjë deri tani ka shkuar mirë. Inshallah ka bënë me dorë. Me këtë rregullin e lezetshëm, hello, që këtu ka ku futesh në hotel të më falë Mara, që u futa parat. Të skanojnë çanta dhe nuk e di këtu na skanojnë ne apo jo, po ka ndonjë gjë që bëri pik. Kjo është hoteli ynë i dytë në Nakuru Village, Nakuru Lake. Sa ditë jemi? 2 ditë. Si s'është? Shumë bukur. Ja, të shohim pak një xhiro, ndërkohë që po na shohin dhe po na morën pasaportat për të bërë regjistrimin. Unë po bëj një xhiro. Këtu shoh burrin tim. Këtu shoh ca burra të botës. Bukur. Në që ne po presim që të bëhet check-in, bën gati të gjitha detajt që ne duhen për të marrë qesin e domës, ulën te restoranti që po ashtu të kemi përfshirë, dhe kjo është dreka. Kishim bufe sallatat kryesore, ndërsa për menun kryesore pjatë kryesore duhet të porosisnim nga një menu që kemi. Thank you. Dhe ne morëm mishin, që unë shoqërova perime dhe po ashtu të tonë morëm mish, po shoqëruan me oriz. Kjo është poma jonë, ku do të qëndrojmë në... Jam shumë glad që s'kemi me hiena. Që nuk është tende. Kjo është doma ku ne do të qëndrojmë, kjo është një hotel tamam. Dhe
Nuk është si tjetri që ishim me tent, por një dom hoteli normale. Kjo e zona marrën shumë, në fakt mua më pëlqente më shumë ajo që ishte me tent. Burfi flak. Po shumë fare. Kim seriozisht. Pas pushuam një orë, guida jonë erdhi në mua dhe këtë herë po shkojmë në Nakuru National Park, që është park kombëtar i njohur nga UNESCO në vitin 1964, i cili kryesisht njihet për zosht edhe për shpendët që i ka të ndryshëm edhe më shumicë këtu, por po ashtu edhe për kafshët. Është pak a shumë një game drive që do të bëjmë edhe këtu, sepse siç po na thoshte ka rregulla të ndryshme, janë shumë strikt. Nëse në Masai Mara ne mund të futeshim nëpër rrugë, edhe jo vetëm në rrugë që ishin të diktuara, pra nuk ishte problem të futeshim në shtëgje të tjera për të ofruar kafshë. Këtu duhet të jesh shumë strikt, edhe të ndjekësh vetëm rrugën, sepse përkundër si bën jo vetëm gjë shumë madhe, por edhe i heqin nga puna, pra ai nuk ka më të drejtën asnjëherë që të bëjë këtë punë. Pra rregulla të forta në Kenya, që ta keni parasysh ju në Shqipëri që nuk keni rregulla të forta. Ju të rrugën e. Bukur e këtë udhimit sot, që ishte shkurtër pak, diku tek 2 orë, ose kjo pamje fantastike të Vishenit. Shikoni se bukur është. Edhe kjo perëndimi nuk e di rregull. Por sot game drive ishte i shkurtër. Nesër do bëjmë Vishen, kemi që ditën. Përpara dhe kemi shumë kafshë, sa bambualli, pam njërinë të lundë, pa majmunin që nuk e kishim në Masai Mara. Te tani do rrim këtu, po kemi pak të paqartë nëse do ham dark apo jo, se na hahet shumë. Po për moment do urejmë këtu tek Kystoli, Amara do bëjë ushtrim në gjimnastike, se i mungon gjimnastika shumë. Sa unë do rri këtu, do shoh Amara, do editoj ca video që më duhen për content. Deri me pushime, po jemi edhe në punë gjithkohon. Të tregoj disa nga pushimet që ka këtu, në fakt. Kalova direkt tek sektori i embëlsirave, edhe pse unë sot nuk do haj gjë. Se nuk e di, nuk kam shumë në drek. Po, ky musi për shembull ma bën me sy. Me dark chocolate. Rezistoj apo mos rezistoj? Qof një qa ka këti? Qiste ka shumë që pyesin për ushqimin, ja, ky është orizin kanë gjithmonë. Kanë dhe këto patate që i kanë kështu tradicionale. Ky është ushqim që ishte edhe në të hoteli tjetër kur ishim. Është tradicional i Kenjas, po mua me të drejtën ai nuk më pëlqeu. Këtu janë perimet. Ky është ushqim aziatik. Këtë bukën e kishin fantastike, e kishin me hudhër, yll. Edhe ky është ushqim aziatik, ja. Ky është pjesa e mishit, ky është peshk që kanë të tyren, ky është derë, këtu e hanë shumë derin, pastaj kemi edhe derë sërish tjetër dhe makaronat. Dhe kemi edhe sallatë. Pra ushqimet pak a shumë janë të njëjta siç ishin tek hoteli tjetër. Janë gjëra shumë të mira, mishin pak të kanë shumë mirë. Okej, mish do marr, nuk duroj dot. Kam neps. Mirëmëngjes. Zyrtarisht jemi në ditën e 4 në Kenya. Kur i kanë 4 ditë burr? Që më tani kanë 3 ditë, kjo është e 4. Sapo kanë nisur në shora 3. Dhe ne sot do të kemi një ditë të tërë. Safari sërish në Nakura National Park, që ishin pak edhe dje, por dje ishin bërë orë të shkurtra, që se erdhën mbas ditën, se sot do të jemi gjithë ditën atë. Unë kam në cappuccino së vete. Më ndero me prezencën tënde, se mi jep kikime më shumë. Nuk e di pse të shet më shumë. Shet videon. Nuk dash, ka se të me japi kikime. Ne ndaluam pak për të shkuar në toilet dhe kjo është hoteli që mendonin fillimisht të qëndronim, por ishte fully booked. Me të një dhomë vetëm që ishte bërë me njëherë punë minutash që ne donim ta rezervonim dhe qëndruam tek hoteli që është e njëjta linjë
Sarova, por që është më në qytet, sepse ky është brenda parkut Nakuro. Kështu që tani që ndaluam këtu do të bëjmë të ham drekën, kur e pash u pikëllova pak. Sepse është në mes të gjitbërimit dhe është kaq bukur. Ja dhe bodyguard jon. Që po na udhëheq rrugën. We just found a buffalo. Zbritëm nga makina dhe kemi ardhur këtu te kjo ujvara për ta parë për të shkëlqyer një më të madh. Hipopotami tani. Është marrë që po bën video për YouTube-in sa imagjinare. Sa i përket ujvarave, kemi parë në Island më shumë mirë, se shumë bukur dhe veçanta. Ujvara që kanë qik me e pisë, që shaj uj? Opa. Në qërë? Nërë? Gjithë ata që shqetësohen për ushqimin, sepse kjo është një nga shqetësimet më mëdha dhe pyetjet më mëdha, ja për shembull si është dreka jon sot. Çfarë doni më shumë dhe më mirë? Edhe drekën e hëngër, sot që ka goxha vat. 30 gradë domethënë, po ndihet shumë. But they attack straight to the neck? Nuk të le burrë në video, They ka attack vetëm straight pyetje. to the neck? Yes, they go to the neck. Është interesuar Then se si twist it. të halu hani. It will be quick. Yeah. Po thoya po planifikoj të ikim në motel, do ikim po planifikoj të dalim në pishinë. Pisa tjetër e grupit nuk do, Tomi do të vlerë. Amara ka me dëmendje, kështu që të shohim se si është aty në pishinë dhe po të dalim në 2 orë po të rrezitem pak. Se na kanë dalë ngjyra fare. Pra gati për të dalë në pishinë. Tomi Amara nuk donin të vinin për tonën. Pak dielli një kur fillon të dalin ca re, po unë jam vendosur. Kjo është zona e pishinës. Momentin është pa njerëz, kështu që do jam rehat vetëm. Kjo që t'ikën në rrethët të dylte dielli, por tani që doli dielli, ikën rreth. Po shpresoj që vi sërish rreth. Të mbulojmë pak diellin sepse është zakonisht shumë i nxehtë. Edhe unë jam shumë e mençur se mora kreme vete, që thash ok, ka re. S'm duket, sikur nuk e di që jam gjithë njolla, shenja dhe me njëherë dielli bën efekt tek mua. Të që jam në Afrikë, aulona, je në Afrikë, si dole me kremin. Të dole shumë të ngjita. Ne hëngrëm darkë, dhe tani jemi këtu jashtë, dhe do bëjmë aktivitetin e preferuar, që është të luajmë me lekë. Amara është fiksuar nga slas me letra. Ka këtyre kështu në ritual, çdo darkë edhe kur jemi në shtëpi në Tiranë. Edhe këtu jemi munduar, pa kjo është era dytë që po luajmë. Të gjithë një lojë shumë të zgjuar. Çfarë lojë? Që të zhvilluan trurin. S'pon me joni. Po me mashinë do që na mban bashkuar. Ka dhe lojë që nuk janë vetëm për ta zhvilluar trurin, që janë për të kaluar kohën në familje. S'kemi qenë fare bashkë. Në darkë kemi orën e gjimnastikës. Po. Po babi koçi, se më mësoj babi gjendin tash. Ku Amara fillon dhe ushtrohet. Edhe Tomi e ndihmon. Ky është një ritual i kënaqshëm. Amara si mungon shumë gjimnastika, nuk ka bërë këtë ditë. Është munduar të bëj këtu ca debizje, ca ushtrime. Ta dinë dhe me të ndej tani ishën duke u zënë të dy, sepse Tomi i tha Amara si çfarë kur panin darkën, më merr diçka dhe ajo tha, pse më thoni mua nga që jam e vogla, ha? Edhe e mori me inat, ai u mërzit. Dhe tani që Amara ta më ndihmoi, Tomi thoshte jo nuk të ndihmoj, edhe ajo
i lutej, se bën shep, domethënë, pastaj u pajtuam pra. Unë do që shoh ata që bëjnë stërvitje. Jo ulu këtu në këtë stolin dhe mendoj se si këto ditë kanë qenë ditët më pasive të jetës time, pa çka të lodhshme, po pasive sepse pjesën më të madhe të kohës, thuajse gjatë gjithë kohës, ne kemi kaluar në makinë, duke bërë game drive, ose kështu quhet, pra kjo gjuetia në thonjza që themi ne, e kafshëve nëpër savana apo në parqe, kemi qenë të dy ditë. Dhe praktikisht nuk kemi lëvizur sepse çdo gjë dhe lëvizjet këtu kanë qenë vetëm nga hoteli dhe për të vajtur në park apo në pyll apo në savana, pastaj jemi këtu prapë në hotel, sepse thuaj se çdo herë kemi ardhur, po do të shoqërohem pak më shpejt, vendosëm prapë qendroj në hotel te pishina edhe duke qenë se nuk jemi në Nairobi, nuk kishim kurajën, po them që të dilnim jashtë qytetit, paçka se në qendër është shumë sigurt, po edhe po përtoni kur shkojmë në Nairobi, e kemi lënë që të dalim, do të vizitojmë mezi përsa ta shoh Nairobi, dhe shikoj edhe këtë pjesën e zhvilluar të Kenjas, sepse thonë që Kenya dhe Nairobi është New Yorku i Afrikës, kështu që dua të shkoj ta shoh me sytë e mi, por këto ndodhin pas 2 ditësh, sepse edhe nesër kemi pak a shumë të njëjtën gjatë një itinerar, do të shkojmë në një tjetër liçen, në një tjetër zonë ku do të qëndrojmë për një natë, dhe po ashtu aty do të shkojmë liçen, do të bëjmë do të bëjmë një vajzë. Se ndodha që vetes. Do të bëjmë një xhiro me bark, do të shkojmë në një park ku mund të ecësh në këmbë, sepse në Masai që kemi qenë në këtu në Nakuru nuk lejohet që ndaluar të dalësh nga makina, siç mund ta keni parë nga videot që ne kemi qenë vetëm brenda makinës, sepse mund të vitet të shqyej duani apo në bualli apo çdo lloj kafshë tjetër që ka. Ndërsa te ky parku mund të ecësh sepse nuk kanë të kafshë të rrezikshme fare, po do ta shohim. Kur ta përjetoj aty do ta ndaj edhe me ju. Kjo ishte i bie nata edhe dita e 4 në Kenya, wow, si ka nikur, më se kom shkëlqyen sy të ndryshe mua në këtë dritën e Kenjas, të Afrikës. Shihemi sërish nesër me një ditë e re, ku do na çoj. Mos harroni bëni like, comment, subscribe, tregoni që ju pëlqejnë videot e mia që unë do vazhdoj të postoj. Dhe bëni pyetje nëse keni, se në fund do bëj një video për mbledhje, që të përgjigjem gjithë pyetjeve që ju keni për Kenya dhe për këtë udhtim.